Partia Socialiste ka humbur terren në qarkun e Fierit në zgjedhjet e kaluara pasi shënoi kulmin në vitin 2017 me 10 mandate. Megjithatë, edhe në atë kohë, mandati i 10 erdhi si pasojë e votave të ndara mes partive të opozitës, gjë që e bën këtë objektiv të shpallur prej tyre të vështirë. Gjërat do të varen gjithsesi nga ecuria e partive të vogla, si dhe nga fakti se në cilin krah këto parti do të gërryejnë më shumë. Qarku i Fierit numëron mbi 400.000 votues dhe zgjedh 16 deputet. Pra është qarku i dytë më i madh në vend pas Tiranës dhe për shkak të përmasave në zgjedhjet e 11 majit në këtë qark, duket se janë aktive dhe shpresojnë për të marrë mandate edhe partitë e vogla, të tilla si Partia Socialdemokrate, Nisma Shqipëria Bëhet apo Lëvizja Bashk. Qarku i Fierit ka votuar tradicionalisht majtas, ku Partia Socialiste ka qenë gjithmonë forcë e parë, por fakti që ky është një nga qarqet me numër mandatesh çift e bën të vështirë maksimizimin në mandate të diferencave të ngushta. Rezultati më i mirë për socialistët daton në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, kur fitoi 104.000 vota ose 57% të totalit. Kjo u shpërblye me 10 mandate, por mandati i 10 ishte rrjedhoi rreth 6.000 votave që një kandidat humbës i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet mori nga thesi tradicional i demokratëve. Kandidati në fjalë garon sot për socialistët. Rezultati më i mirë për demokratët ishte ai i vitit 2021, kur fitoi gati 65.000 vota ose 37%. Ky e ndau numrin e përgjithshëm të mandateve në 9 për PS-n, 6 për PD-n dhe 1 për LSI. Socialistët kanë deklaruar se në këto zgjedhje, mandati i 10 në Fier është objektivi i tyre, por që kjo të ndodh, do duhet marrin edhe më shumë vota se në vitin 2017. E kundërta, një ngritje e opozitës dhe ndarja e mandateve barazim 8-8 ngjan gjithashtu i vështirë. PD dhe LSI së bashku në zgjedhjet e kaluara morën 77.000 vota kundrejt 91.000 të marra nga socialistët. Në zgjedhjet e vitit 2009, koalicioni i PS mori 52% të votave dhe 9 mandate, koalicioni i djathtë mori 40% të votave dhe 6 mandate, ndërsa LSI mori një mandat me 6%. Në 2013 socialistët morën sërish 9 mandate, por LSI u rrit në 2 mandate dhe PD ndau të 5 mandatet e koalicionit të saj me Partinë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila mori një mandat. Faktorët lokal dhe partitë e vogla pritet gjithsesi të luajnë rol në këto zgjedhje, qoftë si kandidate për të marrë mandate, ashtu edhe si forca, votat e të cilave mund të gërryejnë mandatet e të mëdhenjve. Faktori çam duket se është faktori i rëndësishëm në lojë. Kësaj here deputeti aktual i PD, Nusret Avdulla, i cili u zgjodh nga listat e mbyllura të koalicionit të PD-s nga radhët e PD-jus në vitin 2021, provon fatin për socialistët duke garuar nga listat e hapura. Avdulla pati marrë në vitin 2021 rreth 2.500 vota pëlqyese dhe nëse këto vota i kalojnë socialistëve, janë gjithsesi jo shumë domethënëse në rezultat. Popullata me origjinë çame zakonisht voton kundër PS-s, por në zgjedhjet e vitit 2021, aleanca në nivel vendor mes PS-s dhe disa politikanëve që pretendojnë përfaqësimin e këtij grupimi shoqëror ka qenë veçanërisht produktive për socialistët në drejtim të mandateve, sidomos në qarqet Tiranë dhe Elbasan. Mbetet për të parë nëse ky do të jetë edhe rasti në Fier. Më shumë rol në rezultat se sa elementi çam për socialistët ka gjasa të ketë Lëvizja Bashk, partia që garon për herë të parë, sfidon socialistët me një program të majt në një zonë të majt dhe për të demonstruar rëndësinë që i jep këtij qarku. Kjo parti zhvilloi takimin e saj hapës të fushatës pikërisht në Fier. Kandidatja e saj e parë, Mirela Ruko, është sekretare organizative e Lëvizjes Bashk dhe është aktualisht anëtare e Këshillit Bashkiak Tiranë, pasi partia e saj mori mbi 7.000 vota në zgjedhjet për Këshill të Pushtetit Vendor 2023. Në rast se fiton, ka shumë gjasa që mandati i Bashk i rrëmbet Partisë Socialiste. Nuk është e sigurt që Lëvizja Bashk do të arrijë apo jo të mobilizojë mbi 10.000 vota që nevojiten për të fituar mandat, por në çdo rast, sadopak vota që ajo të marrë, gjasat janë që do t'i marrë nga votuesit tradicional të së majtës, që do të thotë se socialistëve do të duhet një përpjekje shtesë për mandatin e 10, e ndoshta nëse Bashk rrëmben 7 apo 8.000 vota prej tyre në këtë qark, duhet të ruajnë edhe mandatin e 9, i cili eventualisht mund të bjerë në prerjen e opozitës. Kjo natyrisht që balancohet në një farmasë nga prania e disa partive të tjera të vogla të cilat shënjestrojnë elektoratin tradicional të djathtë. Partia Mundësia Agron Sheaj, Koalicioni Euroatlantik i Bashës dhe Djathtas për Zhvillim janë që gjitha grupet të dala nga PD ose pjesërisht nga PD. Forca e tyre në nivel vendor është e vështirë që të kuptohet. Në fund, Nisma Shqipëria Bëhet duket se gryhen nga të dy anët e politikës, por është e paqartë se nga mbështetësit tradicional të kujt anë gryhen më shumë. Nisma Thurje ka marrë 921 vota ose 0.5% kur garoi në qark në zgjedhjet e vitit 2021. Partia Socialdemokrate e Tom Doshit u profilizua në bashkitë e qarkut Fier si pretendente për mandat në zgjedhjet e vitit 2023. Kjo parti mori 8.300 vota në garat për këshille në 6 bashkitë e Fierit dhe aktualisht një numër drejtorësh të administratës publike mbushin listën e saj të kandidatëve. Efekti i saj në zgjedhjet e 11 majit betet gjithsesi i pasigurt, për shkak se drejtorët kandidatë të saj janë duke u shkarkuar në Fier, gjë që sugjeron se vëllai socialist ishte si gërryes nga votat e saj.